kanë ardhur në ethere se një muj, në çdo muj e bënin nga një hatme. Disa prej tyre çdo 7 ditë, e disa çdo 6 ditë e kështu me radhë, e disa çdo 3 ditë, por nuk ka lënë të muj, ka ardhur një ether tek Musanefi ibn Abi Shejbes me zinxhir të mirë transmetimit se deri në 40 ditë maksimum ka shku një hatme që e kam bo, po jo më shumë se 40 ditë. Allah Azza wa Jall tregon se në Kur'an, se pejgamberi u anku të Zotit se populli i tij e la këtë Kur'an nuk punoj me të. Wa qala rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Dhe pejgamberi u anku Allah se populli e la këtë Kur'an. Nuk ka fjala për sahab, po për umetin përgjithsisht. Dhe plot prej ulemave, prej tyne Ibn Abi Dunya, bjen disa ethere duke thonë kush e lën Kur'anin pa lexu me shumë se 40 ditë futet në këtë jetë. Që e ka lënë Kur'anin pas dore dhe i treguam pasojat e lanjes e që është vërpësia në ditën e gjykimit, që është e përmenëm me herët që ومن أعرض عن ذكري kush ja kthen shpinën Kur'anit ka me pas jetë vështirë në botën tjetër kena me rinjallë verbën. Nuk është të thjesht me lënë Kur'anin. Nuk është mirë me lexu Kur'an, siç pretendohet, është më shumë se mirë, është obligim për besimtarin, se është dhikri më i mirë. Në javën e kaluar folëm për dhikrin. Gjithë ato që i përmenëm nuk krahasohen me fjalën e Allahut. Gjithë ato që i tham. Te kalon. Këtë i kalon çdo aspekt, që në aspektin e dobisë, qoftë shpërblimit, qoftë kënaqësisë së Allahut. Qëllimi jonë pëse është të arrijmë kënaqësinë e krijuesit. S'ka mundësi me arrit kënaqësia e tij vetëm se duke marrë me Kur'an. Shpirti një besimtari pa Kur'an është Zoti na fal, është sikur se një shtëpi e zbrast që s'ka asgjë në ta. Njëri vetëm e mure çfarë bën. Ndaj sikur se po mundohem me rregullu shtëpinë tonë, ta rregullojmë zemrën tonë, s'ka rregullim pa këtë libër.